Eric Wend është kandidati për ambasador, foli për shumë çështje të rëndësishme, 2 ditë më parë, foli për SPAK-un, u pyet për këtë institucion dhe po ashtu dha një përgjigje që la të kuptohej që kishte shumë informacione në lidhje me atë se çfarë ndodhte në Shqipëri. Çfarë ndodhte me SPAK-un, ku e konsideroi organizata politike, çfarë ndodhte me krimin, me korrupsionin, me kartelet e drogës të lidhura me Meksikën, si do të luftohen, investimet e huaja. Tha që nuk kam shumë informacione në lidhje me këtë gjë, po nëse do të m'jepet mundësia dhe do të zbres në terren, sigurisht që do të mund të mirë informohem në lidhje me atë se çfarë ndodh sa i takon investimeve. Çështja e Balluku, imuniteti, po ashtu ka qenë një pikë shumë e rëndësishme. Pyetja ime është e drejtë për drejtë. A tregoi zoti Wend se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të tërhiqen nga mbështetja që kanë ndaj SPAK-ut? Në qëse do të referohemi asaj fjalës që për cilën ka patur edhe shumë komente dhe shumë analiza që janë për të patur parasysh, për herë të para i ka përmendur SPAK-un si një instrument kyç në çështjet e sigurisë dhe ka vendosur në qendër të prioriteteve. Edhe leximi, nëse do të bëjmë një lexim, le të themi lexim politik të fjalës së tij, zakonisht në diplomaci nuk ka rëndësi se çfarë thuhet, po kush thuhet e para. Dhe ajo çfarë u tha në fjalën e Wend ishte pikërisht që ne kemi një SPAK të pavarur dhe efikas. Çka tregon që Amerika nuk do të heqë dorë nga reforma në drejtësi në Shqipëri. Duke e parë kështu e lidhur kjo edhe me rastet funksionin e SPAK-ut edhe me rastet e investimeve të huaja në vendin tonë. Duhet vetëm përmend një fakt që për të gjithë dosjen në lidhje me Shqipërinë, Ballkanin, Kosovën, zoti Wend është informuar pas një pune gati 6-7 mujore të agjentëve të CIA-s, të DEA-s, të cilët kanë qëndruar në Tiranë prej po kaq periudhe kohe. Prej 6 muajsh. Po, kanë marrë informacione të detajuara nga prokuroria, nga drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, nga shërbimi informativ, pra nuk bëhet fjalë për një informacion të mefsht edhe të ngushtë, po bëhet fjalë për informacion shumë të gjerë që lidh Kosovën, Shqipërinë edhe madje edhe Maqedoninë. Dhe duke parë që klima është e njëjtë si në Shqipëri, edhe në Kosovë, për çështjen e investimeve të huaja, ku amerikanët kanë ngritur pikpyetjet pse nuk janë investime strategjike amerikane, po janë turke, serbe, ruse, apo ku diun në një origjinë tjetër. Kjo ka bërë që 2 pikat më të forta fjalës së Wend ishte pikërisht siguria dhe mbrojtja ose mbështetja që ata do t'i bëjnë SPAK-ut si një nga çështjet që lidhen me sigurinë. Pra, nuk është parë më SPAK-u si një çështje drejtësie, por është parë si një instrument sigurie. Edhe kjo është ajo që është më interesante, sepse për vite më radhë, SPAK-u është trajtuar kryesisht si një instrument kundër korrupsionit, kundër krimit organizuar, betejave të brendshme të politikës. Madje në formulimin amerikan, SPAK po futet në një kategori më të gjerë, siguri kombëtare, stabilitet strategjik. Dhe kjo është mesazhi nuk kupton qartë që Amerika ka një ambasador amerikan i cili e lidh SPAK-un me sigurinë. Domethënë nuk po ngre më në nivel drejtësie, nuk po ngre më çështjen në nivelin e drejtësisë, po po ngre në një nivel të një partneri strategjik. Tani, nëse do t'i japim atë Cezarit atë që meriton, SPAK-u është kthyer në një instrument strategjik. Për amerikanët. Për pos këtyre deklarantave që e thua këtë gjë dhe për pos qëndrimit të fundit të zotit Wend. Atëherë, në Ministrinë e Brendshme prej më se një viti ke zyrën e DEA-s. DEA-s amerikane, e cila për gjithë ata që nuk e din, heton çështjet e trafiqeve të mëdha të drogës. Tjetër, kemi shtetas amerikanë të cilët janë me zyra permanente në SPAK, të cilët informohen për çështje që lidhen me sigurinë kombëtare, me investimet, me PPP-t. Kemi deklaratën e ambasadës amerikane të para 7 muajve, kur merr përsipër që të gjitha investimet PPP-t që do të merren tashmë do të hipen nga qeveria shqiptare,
investimet e huaja do të kalojnë më parë në filtrin e tyre dhe më pas do të kalojnë në vendim të qeverisë. Pra kjo tregon që është bërë një, le të themi, një rotacion i madh në lidhje me të gjithë funksionin që do të ketë Amerika me ambasadën diplomatike, por edhe SPAK-u me fuqinë e ligjit edhe me atë të parandalimit. Dakor, pra unë nuk kuptuaj që nuk është se ka një politik tjetër në adresë në drejtim të SPAK-ut, pra politik tjetër kanë fjalën për politikën e Donald Trumpit, e krahasuar kjo me presidentin ish presidentin Joe Biden. Kështu që jemi pak a shumë në të njëjtën linjë në raport me drejtsinë në Shqipëri. Nuk kemi pothuajse në të njëjtën linjë, di pse jena, sepse për shembull në periudhat më pashme, SBA-t kanë patur në artikulim gjithmonë shprehet reformë drejtësi, luftë kundër korrupsionit, konsolidim demokratik. Sepse këtu kishim problemet me partitë. Tani, rinditja, nga fjala e Wend, vjen ndryshe, vjen siguria, vjen krimi organizuar, çka tregon që informacionet në përparësi lidhen me këto vepra penale, është korrupsioni në rrezik për sigurinë e vendit, pastaj janë dhe investimet e huaja. E kuptoj. Do të thënë kjo e ndryshon komplet edhe analizën e gjës. Investimet e huaja më kujtua një pyetje tani, referuar investimeve të dhëndrit të Donald Trump, do të ndikojnë në një farë forme në rregullimin e marrëdhënieve ose çuarjen përpara të marrëdhënieve akoma më të mira, sepse nuk e dim eksaktësisht si janë marrëdhëniet mes tyre të zotit Rama me SBA-n, me Donald Trump? Ai e përmendi dhe u diskutua në fakt edhe në fjalën e tij. Po, u përmendën pjesa e investimeve. Po, më thënë, e lidhi klimën e biznesit dhe investimeve amerikane. Apo kjo nuk ka lidhje fare dhe nuk është se ka ndikuar në një farë forme në rregullimin e raporteve të zotit Rama me Shtetet Bashkuara të Amerikës për çështjet e tij? Unë nuk besoj që kjo do ketë një ndikim, sepse në fjalën e tij Wendi dhe SBA thonë që lufta kundër korrupsionit nuk është vetëm çështje burgjesh. Kupton, nuk është apo hetimesh që mund të merren përsipër. Po është krijimi i një teremi të paparashikueshëm investime. Çka tregon që përkthimi politik në këtë rast është shumë i thjeshtë. Nuk ka investime strategjike të sigurta, nëse nuk ekziston perceptimi i kapjes së shtetit. Pra ne kemi kapje shteti. Nëse ne flasim për një rast investimi të zotit Kushner në Shqipëri, unë nuk besoj që ka pas ndonjëherë kundërshtime Shqipëria që amerikanët vinë të investojnë në Shqipëri. Problemi është që ne kemi raste kur investimet amerikane janë hedhur poshtë ose nuk janë pranuar dhe janë futur investimet të tjera. Po flas në fusha domethënëse, energjia, gazi, domethënë gjëra të cilat sot Porto Romano është një tjetër investim i diskutuar shumë që lidhet me çështjet e sigurisë. Nga ana e zotit Wend që ka një lloj domethënie dha shumë mesazhe për politikën zoti Wend? Dha shumë sepse fiks është ajo që thuat që lidhet drejt për drejt me interesat amerikane, me portet, me korridoret infrastrukturore dhe me bashkëpunimin ushtarak. Janë gjëra të cilat ne dim shumë mirë se në cilin shtet kanë shkuar këto llok mamishi. Kujt janë dhënë dhe për çfarë interesash janë dhënë. Dakor, të mirë, do ta shohim se çfarë do ndodh me zhvillimet më tutje. Zoti Wend ende nuk është miratuar si ambasador i Shqipërisë, po sigurisht pas ka shumë kohë besoj duhet Shqipërisë një ambasador mirëfjelli të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndoshta do të mund të ndryshonte diçka me ardhin e tij. Po tani, përderisa një ushtarak vjen, nuk kuptohet edhe fakti që Shqipëria duhet bëhet gati për luftë, në sensin që vjen një general i përmasave. Jo, politika duhet bëhet, se ne s'kemi çfarë luftojmë. Absolutisht po, mos harrojmë që për shembull në këto momente që ne flasim, 3 prokurorë të SPAK-ut prej më se një muaji qëndrojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për tu trajnuar, instruktuar, formuar apo ku di unë, në lidhje me çështje konkrete. Çka tregon që prandaj ta thash që amerikanët nuk kanë hequr dorë nga SPAK-u apo nga reforma në drejtësi. Okej, më le të bëj një pyetje sa i takon çështjes Smeta.